Ndodhi kur Limi dhe Dolçe vendosën të ndajnë një dush bashk, një situatë e papritur që ngjalli kuriozitetin e shumë kujt, sidomos kur Alba i zuri mat në momentin më të papërshtatshëm. Një natë e zakonshme për dyshën e njohur Limi dhe Dolçe u shndrua në një epizod të paparashikuar. Për të qenë në hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin Biz. Ata vendosën të ndajnë një dush, një veprim që përveç intimitetit përmbante edhe një dozë të madhe kurioziteti. Çfarë ndodhi në këtë dush të përbashkët? Duket se ka pasur më shumë se sa thjesht ujë dhe sapun. Ndërsa Limi ndihmon të Dolçen në dush, ai nuk hezitoi të shprehte afeksionin e tij duke i fërkuar të pasmet. Kjo situatë, e cila mund të duke e zakonshme për ata që e njohin mirë çiftin, mori një tjetër dimension kur Alba, e cila ndodhej afër, i zuri mat. Reagimi i saj ishte i menjëhershëm dhe i papritur. Alba, e cila ndjehi e tradhtuar, vendosi të përballet me Limin dhe Dolçen. Ajo kërkoi shpjegime dhe arsyetime për veprimet e tyre, duke e bërë situatën edhe më të tensionuar. Kjo përballje do të kishte pasoja për marrëdhëniet e tyre në të ardhmen, se çfarë do të ndodhë mes tyre mbetet të shihet.